Por a mendoni ju se kjo parti me këtë mënyrë sjellje, me këtë mënyrë veprimi, po shkon drejt rrënimit dhe unë mendoj që kjo parti nuk mund të ringrihet, të ringjallet, se për mua kjo parti e ka fillu rrugën keq qënkrimin e saj, që është një analizë vete që mund ta bëjmë herë tjetër. Domethënë, mënyra si u kriju nga vishin, mënyra që kur nuk ajo që thatë ju nuk pat civilitet në funksionimin e saj. Pra, një parti klanore, bajraktariste. Edhe vetë natyra Berishës. Por, koha po ndryshon, brezi i ri nuk do me ditë më komunizmi antikomunizmi. Brezi i ri nuk mund pranoj më këtë mënyrë sjellje, se unë shoh djemtë e ri 20-30 vjeçar këtu, kanë mënyrë dhe ti e shef dhe me indiferencën. Shqipëria ka 100 probleme, 1000 po deshe. Por problemi është që procesi, mendoj unë, po hecën, i ngadalt, siç thatë dhe ju, por njerëzit e kanë pranu dhe bashkë me të metat, me defektet, do të heci, rëndësi ka që të heci dhe këta tashi është, ta themi, sillen në mënyrë më qytetare. Rama po i ignoron fare këtë, s'ka dalë akoma, po e lën që të bëhet për ditë më shumë grotesk, siç thatë ju. Tashi çdo të ndodhi nuk është halli Berishës më, edhe i Flamur Nokës, edhe i Albana Vokshit, e ku ta diun që janë aty. Problemi është çdo të ndodhi me opozitën, sepse një pozitë që ka një fushë të hapët, është në natyrën njerëzore që bëhet arrogante, bëhet prepotente, bëhet... Ka marrë element të tillë, në fakt, sepse unë shikoj zëvendës kryeministrën, ka një lloj arrogance që është e papranueshme. Ne dim shumë mirë që veprat që bëhen në Shqipëri janë pjesë e kontributeve që ne kemi. Dhe për shembull, po ta shikosh zonjën Balluku del si protagoniste që është kjo. Dikur e bënte zoti Meta, që ecte vetëm në një rrugë bosh, që tregonte që rrugën e ka bërej. Dhe këto janë imitime realisht të antropologjisë totalitare. Komuniste. Totalitare. Totalitare.